Inderit shumë faleminderit. E keni kompletuar me të gjitha. Shumë faleminderit për fjalët e mira. Cili është shkaku kryesor i incidenteve në kuvent? Shkaku kryesor është keq menaxhimi edhe urrejtja që ka sjell Albin Kurti. Keq menaxhimi thua dhe urrejtja që ka sjell Albin Kurti. Po, për arsye se nuk i kuptoj këta dëgjues që thonë është opozita shkaktari. Për çka është shkaktari që opozita as nuk gjuhën nga Zlotësielës, as nuk i fyn kështu mikrofonin nuk ka shkul, përveç që ka kthy për vetë dhe ka fol. Unë si kuptoj pse aja një fulë që më herë që tha me a shkull flok. Çfarë do të shkojmë në çfarë urrejtje kanë ndaj njëri shqiptar ndaj shqiptarit me a shkull flok. Çfarë sigurisht që. Këto sjellje janë të pahishme. Këto sjellje janë këto veç dhunë edhe urrejtje bin parlament ato. Nuk i kuptojnë njerëzit pse për inati veç me opozitën, po opozita për lyp ato që mos më bën një shtet komunist, një shtet diktator. Po nuk po duan me lënë Albinit, me lënë edhe kryetarin, edhe të gjitha që më pasën çdo veprim të vetin me bën me veç namën tina. Kjo është një opozita vetëm për çfarë lufton, jo për tjetër. Se kjo Albini